Elidon, të përshëndes, çfarë do të thotë ky lajm për Universitetin Publik në Gjirokastër? Milita Kassandra dhe ashtu siç e cilësuat edhe ju, kjo konsiderohet një risi për Universitetin e Qerem Çabej në Gjirokastër, i cili tashmë ka zyrtarizuar edhe marrëveshjen me një prej universiteteve më në zë. Sa i takon atyre që janë Europë, siç është ai Maqedonisë Perëndimore dhe konkretisht Universiteti i Kozanit, ku tashmë është arritur firmosja, bashkëpunimi dhe pritet që së shpejti të fillojë edhe vendosja në zbatim e kësaj marrëveshje, e cila pritet të sjellë mjaft lehtësi për stafin pedagogjik të Universitetit e Qerem Çabej, kryesisht ata që janë të interesuar për të ndjekur ciklin e tretë të studimeve në atë të edukimit dhe shkencave humane. Është një marrëveshje e cila kryhet për herë të parë në vendin tonë sa i takon universiteteve publike dhe pritet që numri i aplikantëve të cilët do të dëshirojnë të vazhdojnë ciklin e tretë të studimeve të jetë i lartë, pavarësisht se siç thamë është hera e parë dhe ka vetëm pak më shumë se një muaj që ajo është konkretizuar midis dy universiteteve. Është një mundësi për të gjithë stafin pedagogjik të cilët janë pranë kësaj fushe, të cilët do të kenë mundësinë që përvetësimi, marrja e këtij titulli pra të doktoraturës të njihet edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Rektori i Universitetit Jao Cana ka thënë që ka qenë një nismë e kahershme për të patur diçka të tillë në Universitetin e Gjirokastës, një nga institucionet arsimore më në zë në rang republike, dhe pritet që përveç se rritjes akademike të pedagogëve një herazi të ndikojë edhe në mësimdhënien që jepet pranë këtij universiteti, i cili është më i madhi në jug të vendit. Aktualisht bëhet me dije se janë gati 12 projekte të dorëzuara pranë stafit përgjegjës, të cilët do të shqyrtohen, pra punët e tyre do të kalojnë në filtra nëpërmjet një komisioni i cili do të përbëhet nga doktor të fushës pranë Qerem Çabej, por edhe nga profesor doktor të cilët do të mbërrinë nga Universiteti i Kozanit, pra Universiteti i Maqedonisë Perëndimore. Pritet që deri në fund të datës 17 mars, pra e cila është data e fundit ku do të pranojnë aplikimet, të gjithë pedagogët që janë të interesuar mund të dorëzojnë ato pranë rektoratit të Gjirokastës për të parë në fund edhe cila do të jetë përzgjedhja e punëve të tyre dhe cilët do të kenë mundësi për të vazhduar të cikël të tretë studimesh, mjaft i rëndësishëm për një pedagog të cilët tashmë do të kenë mundësi që mos të lëvizin apo të kryejnë ato në universitete të tjera jashtë Gjirokastës, po pikërisht në Qerem Çabej, aty ku punojnë një herazi mund të kryejnë edhe studimet e ciklit të tretë. Pritet që kjo të ndikojë, siç e thash, edhe në mësimdhënien, në rritjen e nivelit të arsimor pranë këtij universiteti, që për fat të keq gjatë viteve të fundit ka pasur një luvhatje apo një ulje të numrit të studentëve të cilët regjistrohen për herë të parë pranë këtij universiteti, që tashmë ofron shumë deg të ndryshme, duke i referuar tu edhe asaj më të fundit që është qelur pak kohë më parë, siç është administrim turizmi, që lidhet shumë ngushtë me atë që çfarë ofron qyteti i Gjirokastrës. Elidon, ti ke mundur që të marrësh edhe një intervistë nga ana e rektorit të këtij universiteti, ndjekim pak edhe fjalën e tij. Si universitet, pasi ishin bërë shumë përpjekje të mëparshme për të hapur dhe ciklin e tretë të studimeve në shkollën doktorale, më në fund, gjatë muajit dhjetor, ne arritëm që me universitetet tona partnere të arrijnë të hapin ciklin e tretë të studimeve dhe të shkollës doktorale. Me këtë hapje të ciklit tretë të studimeve, faktikisht ne përmbushim detyrimin ligjor për të ruajtur statusin e universitetit, duke ofruar dhe programet në ciklin e tretë atë të shkollës doktorale. Por ajo që është për të theksuar është fakti se kjo nuk është thjesht një shkollë doktorale e cila ndërtohet vetëm në universitetin jon, por me një universitet të Europës Perëndimore. Në këtë rast me Universitetin e Maqedonisë Perëndimore në Greqi. Ky është i pari program studimi në fushën doktorale për universitetet rajonale të Shqipërisë. Interesi për këtë shkollë doktorale është i jashtëzakonshëm. Aktualisht ne kemi hyrë në fazën, pasi ishte aprovuar nga të dyja universitetet, pra është bërë marrëveshje konkrete për të vazhduar më tej me procedurat në praktik të hapjes së kësaj shkolle, dhe pasi është njohur dhe nga qeveria shqiptare dhe nga Ministria e Linjës, tashmë ne kemi hyrë në fazën e aplikimeve. Aplikimet do të vazhdojnë deri në 17 mars.
Mirë, Elidon, do që më kështu edhe fjallën e rektorit, pa diskutim një lajm i mirë për arsimin, të falenderoj edhe për raportimin e drejt për drejt.